Bismillahirrahmanirrahim. Një gëzim shumë i madh që sot t'ju drejtohem me këtë mesazh nga hapësirat e vakëfit të xhamisë së Plumit, që për hir të vërtetës është kthyer në një kantier zhvillimi, ndoshta më i rëndësishmi edhe më i bukuri i shekullit, jo vetëm për Shkodrën, po për mbar Shqipërinë, për simbolikën që ka xhamia e Plumit, për rëndësinë e madhe që ka kjo xhami për çdo shqiptar, për çdo musliman, i cili e kujton shumë mirë datën 16 nënor 1990. Tashmë jemi në vitin e 35 të këtij përvjetori me shumë rëndësi dhe me shumë vlerë për krejt komunitetin musliman. Imagjinoni për pak 35 vite më përpara. Këtu ishte një vend thujse i shkret, ku nuk kishte hapësinë për të qëndruar ata 10 mijëra besimtar e qytetarë shkodran që vinin nga çdo cep për të dëshmuar atë rrymkamje të madhe. Edhe atë lajm të gëzueshëm që e përhapte në mesin e krejt njerëzve Hafiz Sabri Koqi rahmet past, me zanin e tij që i dridhej e emocionet që e kishin përpi të gjithin. Hafiz Sabri Koqi, i cili kishte dalë nga burgjet e komunizmit edhe dëshmonte me të madhe se drita e Zotit përhapej dhe drita e Zotit e ky islam do të jetë për herë i gjallë në zemrat e njerëzve. As dhuna terroriste komuniste, as propaganda ateiste nuk e xhbani dot besimin nga zemrat e njerëzve. Ata ishin të gjithë së bashku aty për të dëshmuar atë thirrje të madhe e cila dëshmohet ndërshekuj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se drita e tij dhe udhëzimi i tij do të jetë i përhershëm në këtë tokë. Tashmë 35 vite më pas, ne jemi këtu tek xhamia e Plumit, e cila është në fazën e fundit të bamunit gati, që të gjithë së bashku në këtë 35 vjetor ta shijojmë kënaqësinë e madhe të vizitimit të xhamisë së Plumit, por që tashmë është kthyer në një pikë tërheqëse për çdo musliman dhe çdo vizitor që vjen nga çdo cep i botës, për të met xhamia e Plumit një shtëpi e shenjtë për shtëpive të Allahut dhe për të dëshmuar të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë xhami si besimtar në Allahun dhe besimtar në jetën e përtejme, të cilët meritojnë respektin më të madh edhe mirënjohjen më të thellë. Ata janë për atyre për cilët pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë se kush përpiqet për të ndërtuar një shtëpi për shtëpive të Allahut, qoftë edhe sa një fole zogu, Allahu do të ndërtojë atij një shtëpi në xhennet. Do ta shihni, kjo është një pamje madhështore. Kjo nuk është një shtëpi në xhennet. Këto janë kështjella nuranite në xhennetet e Allahut azza wa jall për ata që kanë kontribuar dhe do të vazhdojnë të kontribuojnë për xhaminë e Plumit. Të dashur dhe të shtrejtë. Unë jam shumë i gëzuar që sot në këtë ditë ndodhem këtu për të shijuar këtë mirësi të madhe të Allahut azza wa jall për të gjithë ne, dhe jam shumë i gëzuar për të uruar të gjithë ata që punojnë dhe kontribuojnë për xhaminë të Allahut, dhe e falenderoj atë pa mas që na bani për atyre që punojnë dhe kontribuojnë me sa kanë mundësi për shtëpitë të Allahut. Allahu azza wa jall e përzgjodhi mikun e tij, të dashurin e tij, Hazreti Ibrahimin alayhi salam dhe të birin Hazreti Ismailin, që të ndërtojnë shtëpinë e parë të adhurimit mbi faqen e dheut. E si do thosh, kushdo që vazhdon në këtë rrugë është mik i Allahut, është i dashur i Allahut, është prej atyre që i shërbejnë shtëpive të Allahut. Ky është neri më i madh që mund të ketë dikush në këtë botë. Allahu azza wa jall na baf prej shërbyesve të shtëpive të tij. Allahu ju dashur.